edhe kam I thonë Allahut, o Allah, vete që të filonin pse ma ka morë shpirtin shka ma ke thonë ti. Ama tash, si ka përcej Ramazani, shejtan do thot janë çliru pi prangave. E shejtani vazifën më të madhe shka e ka me ardhë me të bon vezvese. Se shejtani nuk ka kallash, as nuk ka shpat, as nuk ka allti, as nuk ka brisk. Shejtani shka ka? Gjing, band të veshi, të ban vezvese. Sa të ban vezvese, te këte erti sa të shtin me bon kufër në udhu billah. Të parën vezvese që da të ban, me thonë që s'ka zot. Sikur shka për jo ban shumë vezvese, disa njerëzve që e kanë zgjatë gjuhët e tynve duke fol keq për Islamin edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah I na rujt. Inshallah Zoti nuk na bashkan me to. Po nëse nuk mundet me të shni mu bon qafir, se gjunahi ma I madh shka është mu bon qafir. Atëherë të shtin shka me dal me vraje vllavin tanë. Gjunahi I dytë mas kufrit është vrasja, Allahu dhul xhelal na rujt. Po nëse nuk mundet me shti me vra vllavin tanë, atëherë shka mundohet me shti me amor nderin vllavit tanë. Allah I na rujt. Po nëse nuk mundet edhe këtu me shti, atëherë mundohet me shti me bon sehire. Sikur shka po bon shumë sehire na për vendin tonë. Allah I na rujt. Edhe kështu me radhë, masën e vinë gjunahi të zvoglu. Ama gjunahi ma I madhë, qka koga? Mës me njoftë Allah. Pastaj qka? Me vraje dani kanë. A I dini si shka është zjarë më gjehenimit o vlezë. Para do vjetëve, e këm pasë zatet, njani për gjematlive tonë, shka ka punuar në Zhelezar. Se qëtaj mos Zhelezar asë punan. Kish pas punuar bashkë ato furat, shka shkrinhet hekri atje. Edhe një punëtor, pale që shu ka mu shmenja me mytë vetë vetin, këcen të e furra atje. Kje ka pa me qyte vetë. O hoqë, halatha pa bërri poshtë u shkrin, që ka që zjarëmi madhë. Ku në Zhelezar, që qëtoj, kina 3 kilometra largë Zhelezar. Po zjarëmi gjehenimit, edhe 70 herë ma I forë se zjarëmi I dunjojës. Për atë arsyje, gjehenemlia shka ka me hije në gjehenem nuk ka me qdo përmasat tona. Po ashtë me përmasa shumë matë mdoja. Venin shka ka mu hunë që në gjehenem e ka sa prej Mekës të këtetin Medine. A Mekja Medina janë 450 km, veç venin shka ki mu hunë që në gjehenem ati. So likurën e ka 70 pash. Kullema ne digjet gjuluduhum bedelna gjuluden ukhra. Po thotë Allahu dhul xhelal, sa herë shka t'ju gjegët që e likur, kena me andru me një likur qeter. Për shka li edhukul adhab, për me përjetue denimin shka Allahu dhul xhelal jep gjehenemlijës. Që janë gjehenemi? Këta veç për folëna me fjallë, ama me dash me paramendu, nuk mujna me paramendu se sa flake e rana është ajo. Inshallah Allahu dhul xhelal në arum. Shka 1000 vjetë veç hakall. Masenena 1000 vjetë as kuq. Masenena 1000 vjetë a bojë zez. Flake e gjehenemit është e zez. Ama për ka është flake e gjehenemit? Flake e gjehenemit është për qëta qka Allahu dhul xhelal ja ka dhonë tanat mirat, ja ka dhonë mend, e ka dhonë me hangër, e ka dhonë me pi, e ka shkollu, e ka bon të menqëm, e ka bon mu koni ngritur, e a I përsëri nuk e njef ka kryusin e vetë. Në udhu billah, s'ka njerë ma të keq se qaj shka nuk e njef kryusin e vetë. E mas kësajna kush vjen? Mas kësajna vjen qaj I cili munohet me vra ka kryesën e Allahut dhul xhelal. Pse Allahu dhul xhelal në Kur'an po thon men qatala nafsan. Nefs kush është? Është edhe muslimani, edhe qafiri, edhe ai pa besim as pa kurxhon. Krejt janë krijesa të Allahut dhul xhelal. E ti po qohesh edhe pejgamber shpirtin kujna krijesës së Allahut dhul xhelal. Për të cilën po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
që ki njeri shka ashtë vranë në dunjon, ka me dalë në ditën e kiametit, edhe kur del në ditën e kiametit, ka me marë vrasin, ka njëna dorë, ka qëtra dorë, ka me marë kryen e vetë, edhe ka me arë për para arshit të Allahu Dhul Gjelal, edhe ka me thonë Allahut, o Allah, vete që të filonin pse ma ka morë shpirtin shka ma ke thonë ti, pse ma ka morë shpirtin ki, për këtë arsye, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas pariher shka kam i gjuku Allahu Dhul Gjelal mes njerëzve, jo mes tyje, se mas pariher ka me të morë, ka me të vetët, a i ke njoftë Allahin apo jo, a i ke pas namazit mirë apo jo, kjo taman, u kry kjo, ama masanena me gjuku mes njerëzve, shka ka me gjuku Allahu Dhul Gjelal, ka me gjuku për gjaknat të cilat i këna derë në sipërfaqen e tokës, për gjaknat, pse se hala pa u kriju njeriu, ka në ardhë me laqet të Allahu Dhul Gjelal, ka thonë, a pe kryon dhe një kanë i cili ka me dirë gjak në sipërfaqen e tokës, Allahu Dhul Gjelal ka thonë, unë e di që ata shka ju nuk e dini, qka se a kredu me besimtarë, ama ato shka nuk janë besimtarë, shka po dekin gjakin e njerëzve të pa fajshëm sipërfaqen e tokës, shumë kanë më bo azab, po s'ka më bo azab vetë qaj shka e ka derë, po ka më bo azab edhe qaj shka e ke një muë, ndoshta veç me isharet i ka një muë pëtën, ose ndoshta i ka një muë veç me ndjenja, mira bana, do të mi vrakto, do të mi mit, do të mi prej, që atë ndjenjen kryje shka e kije për të keq, shka të gëzohet zemra kër e shes se dikush për vrahet, ta di se nuk e kije pi Allahit, për e kije pi shejtanit, se nuk ju mushet zemra muslimanit me të mirë, me të keq, kur një do thotë se dikush havra ati na mi u mush zemra, ja, për shka muslimani ka dhëmshmëri për se cilin njeri në sipërfaqen e tokës. Edhe neve na dhem shumë zemra, kur nimi që si lajme, pse na dhem zemra, na që ka të këqia jena, a që ka shumë jena prisha, a që ka shumë kina dalë për kolosekita. Inshallah Allahu Dhul Gjelal në drejton. Pse se nuk ka mirë dikan me lanën jetim. Se dikush është baba i dikujna, dikush është nana i dikujna, dikush është vllavi i dikujna, dikush është motra dikujna. A ti po vjen edhe për jahub qka ardhmërien. Inshallah Allahu Dhul Gjelal në ru. Për këtë çështje o vëllezër, duhet na si popull me u kthy Allahut ton. Pse? Se asë një fe, jo veç islami, po desh krishterizmi, desh jahudi, desh krejt e kanë dalume me vra njerin pa hak. Krejt. Fet, qiellore, që ka Allahu Dhul Gjelal ja ka zbrit njerit, që po fola veç si musliman, po fola si njeri, e kanë dalume me derdhen gjak, se kjo nuk i takon përveç se Allahut Dhul Gjelal, se Allahu ne i ka dhonë shpirtin, edhe Allahu do thot, do të me najmorën, dakiki kur Allahu e ka përcaktu. Ama nëse ti e gut, e ke gutën ka përcaktimin e Allahut Dhul Gjelal, për që ta do të me dhonë pastaj përgjegje. Sa është keq kjo, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë është ma e letë me shem krejt dunjojën, shumë është ma e letë me shem krejt dunjojën, se sa me vra një shpirt, që ka që koka eran me vra, do thot një njeri. Inshallah Allahu Dhul Gjelal na me nëshman, e inshallah Allahu Dhul Gjelal na këthen të fjallët e veta, edhe të fjallët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ma shumë që largomi pe i fejes, qash ma tegër të bëhemi, ama sa ma te për që afromi nga të fjallëve të Allahu Dhul Gjelal, qatë ma të mëshirshëm na bëhemi. Inshallah Allahu Dhul Gjelal na mëshiron me zveti, e inshallah Allahu Dhul Gjelal zbret rahmet mes neve, edhe inshallah Allahu Dhul Gjelal e hekën e gërsien të cilën e kena në për shpirtat tonë. E kulu kauli hadha wa astaghfirullah.